pesh. A pejgamberi ka thënë ayatul munafiqi thalat, argument, alamet, shenjë e munafikit janë tre sende. Idha hadatha kadhib kur flet doin, wa idha wa'ada akhlaf kur premton në premtimin, wa idha tumin khan, dhe kur dalosh një thënë në amanet, ai e thën nuk e përmbush amanetin. Andaj është shenjë e dobësisë madhe te muslimanët është mos përmbushja e premtimeve. Këtë na premtojmë edhe premtimet i thejmë. E që është problem shumë i madh që është përhap në mesin e muslimanëve. As pak si intereson premtimi që ka dhënë, domethënë vllaut vetë që ka dhënë muslimani. Këta njerëz do më këtë vepër e bëjnë nga mosnjohja e kërcënimit të madh që paraqitet atij i cili e thën premtimin e vet, pasi që domethënë e meriton 1/3 e nifakut. Allahu xhallahu Kur'an thot: "Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun." O ju besimtarë, pse thoni atë që nuk e veproni? Domethënë nuk duhet me pas kundërshtim mes fjalëve edhe veprave të besimtarit, se te Allahu shumë e urrëtur me thon diçka që nuk e vepron. Andaj prej fjalëve të urta të njerëzve është se thyrja e premtimit është 1/3 e nifakut, dyftyrësisë, duke u bazuar në hadithin që përmendëm. Mos e thuj me gjuhën tënde atë që se beson me zemrën tënde, po kish bënu i sinqert edhe bënu i vërtet. Edhe thot edhe reja e verës, se verës rret nuk kanë shi zakonisht, po edhe reja e verës është më e dobishme se fjala e tij. Për dikant që fol premton nuk e çon premtimin, thot edhe reja e verës është më e dobishme se fjala e tij. Pse bomo që kanë herë pi rreve të verës delshi, aty aty njerit fjalëve të tija ku ne fon. Edhe 10 elementi i fundit ku dënë që është pasiviteti të zgjedhur është, domethënë mos pasën kontroll të familjes vet, të gruas vet ose fëmijëve vet. Nëse ti nuk ke mundësi me shtinë në kontroll gruan tënde, ti s'mundesh me kon i zgjedhur i popullit tënd. Allah në Kur'an ka thonë: "Ar-rijalu qawwamuna 'ala-n-nisa", burrat janë përgjegjësit, kujdestarët e grave. Bima faddalullahu ba'dahum 'ala ba'd. Pse Allah ka dalluar burrat prej grave, i ka dhënë burrave disa cilësi që ata nuk kujdesen atë. A kur vjen puna se gruaja bëhet gaz shpe, s'ka bereqet. Ai njerëz s'mund me kon ndaj, s'mund me kon therrës, s'mund me kon i zgjedhën kur gruaja vendos shtëpinë vet. Çka do të më bësh, çka do të më bëj? Kur këto thosh hajde shkojmë davet, të ka ta ves gruan. Hajde shkojmë atje ka dal njeriu opton i cili gruaja bëhet ta ai pengesë për punët e hajrit, edhe ajo e udhëheq politikën e shtëpisë në shtëpisë, ka bereqet. Burri është ai i cili udhëheq edhe cakton politikën e shtëpisë. Nëse njeriu është dai edhe gruaja vet nuk e ka të tillë që nuk i përmbahet parimin islamë, kur gjë s'mund të bëj, s'ka kur në suksesin në jetën e vet. Andaj më kon precis edhe strikt pejgamberi alayhis salam o kon i kujdesshëm ndaj grave të veta. Mirë po, kot për shembull thot Aisha, kur ishte pejgamberi në shtëpi, unë ndihmonte grave punëve shtëpi që kishte. Kur thirrke ezani namaz, nxitonte për në namaz. Kur ishte puna me dal ndave, i lente punë tjera. Kur ishte puna domethënë me shkon xhihat, i lente punë tjera, s'është më rëndësi. Andaj kur një herë gratë e pejgamberit alayhis salam doshin të mirat e dunjës. Atëherë çka tha? Allahu gjithashtu zbriti në Kur'an ajet në Kur'an dhe tha: "Ya ayyuhan nabi", o pejgamber, kulli azwajika in kunta turidna al-hayata ad-dunya, thuaj grave tuaja. Nëse ato e dojnë dunjan, edhe bukuritë e dunjas, fa ta'alejna umatti'ukunna, aja që boj talak që shoj, e zgjedhni burra që o japin dunjan. وإن كنا تردنا الله ورسوله أن سيدنا الله إن بيغمبرنا والدار الآخرة بآخرهم فإن الله أعد للمحسنات من كنا أجر عظيما دية الله وكا pregadit bamirësve për juve shpërblim shumë të madh në xhennet. Por nëse ti lakmon dunjon, urdhëhet merr ndaj burgë. Unë pejgamberi sa më ka thënë, unë që kështu jam, jetë vështirë jetë. Ti duhesh me mua, urdhësi më zon, shkon. Edhe të ka pas tjilët mirë edhe të butë edhe sërmi, po kërë është punë në principet fetare, nuk ka me lëshu për ati. Dhe më konë strikt, precis edhe rigoros. Qëka është, do më thonë, halal mubah, nuk ka problem. Letë merë, do më thonë, apën pjesën e vetë, hisën e vetë, në gjërat halal. Mirë, po kërë është principet islamit dhe më konë rigoros në familjes vetë, ma shumë sa ndaj qerëve fundit, se ti e shëmbëltyr. Nëse ti s'ke mundësi me shtinën kujdes familjen tonë, ka ki me mujtë me shtinën kujdes. Një ditar thot, gruaja lun rol të madh në jetën e davetçiut. Bile në jetën e mbarë njerëzve. Ajo është
ose është burim i dhuntis, ose është burim i vujtjeve. Në jetën e misionarit e thirrësve kemi fotografi të ndryshme për dy raste. Disa dai pas martesës janë bërë musliman më të mirë, më të vendosur dhe me më shumë rezultate. E disa të tjerë pas martesës u është prishur jeta, u është dobësuar imani, u është prishur morali dhe janë haruar nga skena e davës. Thot gjithashtu, Islami u ka tërhekur vërtetin burrave nga përgjigja e plot ndaj grave, në çdo gjë që ata e dëshirojnë, me qëllim që të ruhet përgjegjësia e burrit ndaj tyre, nga rënimi dhe përkufizimi. Kurse në këtë është shkatrimi i plot i shtëpisë. Personaliteti i burrit luan rol të madh në jetën bashkëtorë. Nëse burri në jetën bashkëtorë, në jetën e bashkëtorës së vet nuk është gjë ku gjen domethënë gruaja shembulltyrën më të madhe dhe më të mirë të vetën, ku gjen vendëshmëri dhe butësi, atëherë jeta bashkëtorë dhe përjeton ndarje. Së fundi duhet të thënë se martesa është udhkryqi më i rrezikshëm në jetën e një daiut, të cilin e kalon. Është humbje e madhe nëse dështojnë ata në përvojën e parë. Faktikisht kjo është elementi i fundit ku del shesh domethënë pasiviteti i daiut i të zgjedhurve, ku nuk ka mundësi me edukuar dhe me kujdes për familjen e vet edhe me shtin në binart e shariat. Faktikisht janë 10 elementet ku manifestohet pasiviteti i të zgjedhurve, nuk do të thotë që vetëm këto janë, mirë po këto janë përgjithsisht ato pikat kryesore ku del shesh pasiviteti i njerëzve të zgjedhur. Nëse dëshirojmë që mos të kemi këta, duhet faktikisht ketë ajo që është e kundërt e kësia e burrit ndaj tyre, nga rënimi dhe përkufizimi. Kurse në këtë është shkatrimi i plot i shtëpisë. Personaliteti i burrit luan rol të madh në jetën bashkëtorë. Nëse burri në jetën bashkëtorë, në jetën e bashkëtorës së vet nuk është gjë ku gjen domethënë gruaja shembulltyrën më të madhe dhe më të mirë të vetën, ku gjen vendëshmëri dhe butësi, atëherë jeta bashkëtorë dhe përjeton ndarje. Së fundi duhet të thënë se martesa është udhkryqi më i rrezikshëm në jetën e një daiut, të cilin e kalon. Është humbje e madhe nëse dështojnë ata në përvojën e parë. Faktikisht kjo është elementi i fundit ku del shesh domethënë pasiviteti i daiut i të zgjedhurve, ku nuk ka mundësi me edukuar dhe me kujdes për familjen e vet edhe me shtin në binart e shariat. Faktikisht janë 10 elementet ku manifestohet pasiviteti i të zgjedhurve, nuk do të thotë që vetëm këto janë, mirë po këto janë përgjithsisht ato pikat kryesore ku del shesh pasiviteti i njerëzve të zgjedhur. Nëse dëshirojmë që mos të kemi këta, duhet faktikisht ketë ajo që është e kundërt e kësaj që përmendëm, ta kemi ta posedojmë, nëse dëshirojmë domethënë të eliminojmë këtë pasivitet. Në dersën e ardhshëm do të flasim domethënë shkaqet faktikisht e pasivitetit. Cilat janë shkaqe që shkaktojnë këtë pasivitet. Tash i tregojmë domethënë format ku manifestohet pasiviteti. Në dersën e ardhshëm i tregojmë shkaqet që shkaktojnë pasivitetin, pas ti do të flasim domethënë shërimin e pasivitetit, nëse Allahu subhanahu wa taala na mundson faktikisht i marr të kemi. Elusim Allahu xhallahu na ban për atyve që janë aktiv në bartjen e këtij emanetit, në ngritjen e fjalës Allahu xhallahu edhe në përhapjen e